Isha gati të vdisja. Stenaldo më hilli trondit me rëfimin për dashurinë e çmendur. Harrova ku hipja e ku zbrisja. Në një bisedë plot emocion me kantautorin Stine, Stenaldo më hilli ka vendosur të heqë maskën e personazhit publik për të ndarë një pjesë mjaft intime të jetës së tij. 28 vjeçari ka rrëfyer historinë e një dashurie të madhe, e cila në një periudhë të caktuar e kishte pushtuar aq shumë, sa e kishte bërë të humbiste kontaktin me realitetin. Stenaldo përshkroi një gjendje shpirtërore ku ndjenja ishte aq e fortë, sa çdo gjë tjetër, përfshirë edhe sigurinë e tij, kishte dalë në plan të dytë. Ai tregoi se si gjatë asaj kohe ishte plotësisht i orientuar drejt asaj dashurie, duke humbur vëmendjen ndaj detajeve të përditshmërisë. Simboli i një humbjeje në ndjenja. Për të ilustruar këtë gjendje, ai tregoi një moment nga një udhëtim me tren në Gjermani. Kam qenë shumë i dashuruar, po kthehesha me një nga ata trenat e shpejt që kalojnë nga Boni. Ishte një tren 2 katësh me kabina private. Rastisa me një zotëri në dhomë dhe biseduam gjatë, por mendja ime nuk ishte aty, u shpreh ai. Pika kulminante e rrëfimit ishte sinqeriteti me të cilin ai përshkroi fuqinë e asaj ndjenje. Isha aq i dashuruar sa s'doja ta dija se çfarë ndodhte. As ku hipja, as ku zbrisja, madje as nëse vritesha, tha Stenaldo, duke lënë të kuptohet se forca e emocionit kishte mposhtur çdo llogari racionale. Ky rrëfim ka bërë që publiku të shohë një profil tjetër të Stenaldos, atë të një djali të ndjeshëm që nuk ka frikë të pranojë dobësinë e tij përballë dashurisë. Sinqeriteti i tij është pritur me shumë empati, duke treguar se pas imazhit të fortë fshihet një shpirt romantik që ka provuar braktisjen totale pas një ndjenje.